Selam aleikum, miq të dashur. Në këtë epizod vazhdojmë më thellë për empatinë, për ndjeshmërinë, për marrëdhëniet intime si shkëmbim i energjisë së shenjtë, si ndikon kjo në shpirtin, energjitë dhe ekuilibrin e brendshëm, dhe pse është thelbësore të shohim këtë lidhje me përgjegjësi, vetdije dhe udhëzim nga Allahu. Si dhe do ndaj me ju disa mënyra personale që unë përdor për të ruajtur pastërtinë shpirtërore dhe për të rikthyer fuqinë time, të cilat mund të ndihmojnë edhe ty të ruash ekuilibrin tënd, të mbrosh energjinë tënde dhe të jesh më afër Allahut. Nëse je gati, le ta zhysim veten me këtë udhëtim shpirtëror dhe të mësojmë si ta ruajmë dritën brenda nesh. Qëndroni me mua deri në fund. Tema e parë: empatia dhe marrëdhënia intime si shkëmbim i energjisë së shenjtë. Kjo temë që të flasim sot, marrëdhënia intime, është një temë që rrallëherë flitet më thellësi dhe vetdije, sidomos në Islam. Dietarët fatkeqësisht nuk flasin shumë për këtë gjë, por për mua është shumë e rëndësishme të ndaj këtë mesazh, jo për të gjykuar askënd, por për të sjellë vetëdijsim. Ky është një mesazh që mund të hapë syt dhe të shpëtojë shpirtërisht dikë, veçanërisht të rit në ditët e sotme, të cilët shpesh përballen me mungesë drejtimi rreth kësaj çështje. Sepse marrëdhënia intime nuk është vetëm një akt fizik, ajo është një shkëmbim i thellë energjie, ndjenjash dhe ndikim shpirtëror që mund të të grejë lart ose të të rrëzojë, varësisht nga si dhe me kë ndodh. Edhe pse i përket çdo njeriu, kjo temë i dedikohet më shumë atyre që janë nga natyra të ndjeshme, emocionalisht të thellë dhe atyre që kanë inteligjencë të lartë emocionale, siç janë empatikët. Në videot e mia të fundit kur folëm për energjinë si dhe meditimin për rikthimin e fuqisë personale, përmenda se ne si krijesa të Allahut në thelb jemi burime të energjisë. Allahu na ka krijuar me ngjeshmëri të ndryshme. Disa prej nesh ndjejnë energjinë e të tjerëve shumë lehtë, qoftë përmes një shtrëngimi duash, një përqafimi apo thjesht nga prania e dikujt në të njëjtën hapësirë. Kjo ngjeshmëri është një dhuratë nga Allahu dhe një kujtesë për të qenë të vetëdijshëm për rrethin tonë dhe për ndikimet që marrim çdo ditë. Por, gjatë marrëdhënieve intime, ndodh një shkëmbim shumë i fuqishëm i energjisë dhe i gjendjes shpirtërore. Allahu na ka krijuar jo vetëm me trup, por edhe me shpirt dhe ndjenja, dhe gjatë intimitetit nuk bashkohen vetëm trupat, por edhe shpirtrat dhe energjitë. Kjo lidhje lë gjumë në zemër, në mendje dhe në shpirt. Nëse kjo lidhje ndodh me lejen dhe udhëzimin e Allahut, me personin e duhur, përmes një qafit, ajo sjell paqe, dashuri të pastër dhe mëshirë, siç thuhet edhe në Kur'an, dhe ai ka krijuar për ju bashkëshortet tua nga vetvetja juaj që të gjeni prehje tek ato dhe ka vënë mes jush dashuri dhe mëshirë. Te sura Rum 21. Por nëse intimiteti ndodh jashtë kufive që Allahu ka vendosur, veçanërisht panika ose edhe me nika por me personin e gabuar, që nuk është në rrugën e Allahut dhe nuk është në përputhje shpirtërisht me ty, kjo lidhje mund të sjellë ngarkesë, hutim dhe madje zbrasti të thellë. Shpesh njerëzit ndihen të lodhur, të pashpresë ose të humbur pas një marrëdhënie të tillë, sepse janë përzier me energjitë, emocionet dhe barën shpirtërore të tjetrit. Në këtë mënyrë, njeriu jo vetëm që humb qetësinë e tij të brendshme, por ndonjëherë humb edhe identitetin e vet për shkak të ndikimit negativ që këto lidhje lajnë në shpirt. Nëse partneri juaj që keni marrëdhënie intime mbart me vete dhimbje të thella, trauma të pashëruara, mëkate, ndjenja faji, frika apo errësirë shpirtërore, dhe Allahu na ruajt nëse është i prekur nga ndonjë xhin, ti mund t'i përthithish një pjesë të kësaj ngarkese pa e kuptuar. Këto ndikime nuk janë vetëm emocionale, por mund të kenë pasoja edhe shpirtërore. Është si një ndërthurje, kur ti merr pjesë nga ai person dhe ai merr pjesë nga ty. E nëse njëri prej bashkëshortëve është i prekur nga xhin, i xhinosur, ekziston rreziku real që edhe tjetri të ndikohet, nëse nuk mbrohet me rukje kundër xhinëve, me dhikr, me namaz dhe me meditime për të rikthyer energjinë dhe fuqinë personale. Në besimin popullor islam, sidomos në botën arabe dhe tek ne në Ballkan, ekzistojnë ideja se një xhin mund të dashurohet pas një njeriu. Kjo nuk është diçka e detyrueshme në Kur'an, por më shumë është pjesë e tregimeve të vjetra ose interpretime të ndryshme të hoxhallarëve. Një nga parimet kryesore në besimin islam lidhur me xhint është xhinti nuk të prek pa arsye, sidomos nëse njeriu nuk hap vetë dyert drejt tyre.
Prandaj është shumë e rëndësishme të ruajmë kufit që Zoti ka vendosur dhe të kërkojmë lidhje të shëndetshme, të bazuara në dashuri, respekt dhe besim të ndërsjellë, duke pasur qëllim të pastër dhe të sinqert për hir të Allahut. Vetëm kështu do të mund të gjejmë paqe dhe të plotësi të vërtetë si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Allahu me mëshirën e tij të madhe ka bërë martesën një qafin që të jetë halal me personin e duhur, drejt një rruge të shenjtë që të ruajnë të dy nga lidhjet të dëmshme dhe të paqëdrueshme. Islami nuk i ndalon gjërat pa arsye, pra çdo kufi që ka vendosur Allahu është për të na mbrojtur, për të na ruajtur pastërtinë e zemrës, të trupit dhe të shpirtit. Edhe brenda martese është e rëndësishme që burri dhe gruaja të jenë në përputhje shpirtërore dhe të jenë të dy në rrugën e drejtë, të devotshëm, të lidhur me Allahun, të falin namazin dhe të pastër në shpirt, që lidhja e tyre të jetë burim paqe dhe jo burim lodhje apo errësire. Prandaj keni shumë kujdes kur nisni një lidhje intime apo kur si të ri mendoni për martesë. Gjëja e parë që duhet të shikoni nuk është vetëm pamja e jashtme apo fjalët e bukura, se nëse ata u thonë që falen 5 herë në ditë. Ky është një detyrim bazë i fesë dhe nuk ka asgjë të jashtëzakonshme tek kjo cilësi. Pra mos u mahnitni nga bazat, por shikoni më thellë, shikoni cilësitë, shikoni veprat dhe pyetni veten me sinqeritet. A është ky person në rrugën e drejtë të Allahut? Çfarë cilësish ka? A është i pastër në shpirt, në qëllime dhe në zemër? A është vërtet personi i duhur për shpirtin tim, për jetën time, për fenë time e tjerë? Bëni istikfar për këtë gjë. Kushtoni vëmendje këtyre gjërave se si sillen ata kur janë të zemëruar. A din ta ruajnë qetësinë dhe respektin apo humbin kontrollin? Sa të besueshëm dhe të përgjegjshëm janë në fjalë dhe në veprime? A e mbajnë fjalët? Mos i besoni fjalëve, shikoni veprimet. Sa të drejtë dhe të ndershëm janë, veçanërisht kur askush nuk i sheh? A kanë prirjen për manipulim, kontroll të tepruar apo xhelozi të pashëndetshme? Kujtoni se dashuria dhe ndërtimi i një martese, një marrëdhënie të mirë kërkon më shumë se sa plotësimi i detyrimeve fetare. Karakteri, morali, sinqeriteti dhe sjellja në situata të ndryshme janë gjëra që ndikojnë drejt për drejt në lumturinë dhe stabilitetin e jetës në martesë. Sepse ka shumë njerëz që janë fetar, por janë fatkeqësisht narcist. Dhe lidhja e vërtet nuk ndërtohet vetëm mbi tërheqje apo ndjenja momentale, por mbi përputhje shpirtërore dhe udhëzim hyjnor. Pra bëni istikfar, kërkoni falje, pastroni qëllimin tuaj dhe lutuni sinqerisht që Allahu t'ju udhëzojë drejt zgjedhjes më të mirë. Allahu është më i urti, më i dëgjueshmi dhe ai do t'ju tregojë në mënyrën më të bukur kush është për ju dhe kush jo. Nëse dëshironi mund të bëj edhe një video e t'ju tregoj se si të bëni istikfar për këtë çështje. Pra, nëse personi me të cilën lidheni ose jeni të lidhur nuk është i lidhur me Allahun, nuk është në rrugën e drejtë, nuk është i pastër në shpirt dhe në qëllime, ai nuk mund të jetë burim paqe për ty. Përkundrazi mund të bëhet shkak për trazira të brendshme, pasiguri, errësirë dhe hutim. Dhe pa e kuptuar, mund të humbësh veten duke ecur në rrugën e tij, jo në rrugën që Allahu ka caktuar për ty. Prandaj mos nxitoni, falni, lutuni dhe kërkoni udhëzim, sepse vetëm Allahu e di se kush është me të vërtetë më i mirë për shpirtin tuaj. Zgjidh me zemër, por gjithmonë me dritën e udhëzimit të Allahut para syve. Ruaj energjinë, mbroje moralin dhe ktheje fuqinë tënde tek vetja. Vetëm atëherë askush nuk do të ketë pushtet mbi energjinë dhe jetën tënde përveç Allahut. Vetëm atëherë do të mund të jesh i lidhur fort me Zotin dhe i palëkundur në besim dhe në rrugtimin tënd. Allahu të ka dhënë dhuntinë e empatisë për të shndruar në forcë, jo për të lënduar, por për të ngritur, për të qenë dritë për veten dhe frymëzim për të tjerët. Por që kjo ndjeshmëri të kthehet në fuqi të vërtet, duhet t'i kthehesh qendrës tënde te Allahu. Rikthimi te Zoti është burimi i vërtet i fuqisë dhe qetësisë së brendshme. Ja disa mënyra personale që unë përdor për të ruajtur pastërtinë shpirtërore dhe për të rikthyer fuqinë time, të cilët mund të të ndihmojnë edhe ty në rrugën tënde drejt qetësisë dhe lidhjes më të thellë me Allah. 1. Vetdia është hapi i parë. Kur fillon ta njohësh veten, ti kupton më qartë se cila ndjenjë dhe cila mendime janë të tuat dhe çfarë po ndikon nga jashtë. Për shembull, nëse ndihesh papritur, i lodhur apo i shqetësuar pas një bisede me dikë,
Ndoshta nuk është problemi yt, por energjia që ka përthithur nga qetri. Vetdia të ndihmon të dallosh këtë dhe të mos e mbash mbi sup atë që nuk të përket. E dyta është namazi dhe meditimi i sinqert. Falu 5 herë në ditët dhe lexo ose lësho surën El Bekare çdo ditë në shtëpi. Sepse aty ku dëgjohet kjo sure, shejtanët dhe gjindët e këqij nuk mund të qëndrojnë. Energjia shpirtërore e ajeteve të kësaj sure i largon plotësisht ata. Siç ka thënë profeti Muhammed a.s. Shejtani largohet nga shtëpia në të cilën lexohet sura El Bekare. Dhe në një transmetim tjetër theksohet se leximi i surës El Bekare në shtëpi është mbrojtje kundër gjinëve dhe magjisë. Një tjetër gjë që mund të bësh është të krijosh një hapësirë personale për meditim dhe bisedë me Allahun, qoftë edhe vetëm 5 minuta në ditë. Nëse të duket e vështirë të meditosh vetë, unë kam meditime të udhëhequra që mund t'i përdorësh sa herë të kesh nevojë. E treta, vendosja e kufive është thelbësore. Jo çdo njeri duhet të ketë qasje të plotë në energjinë dhe në jetën tënde. Nëse dikush të shkarkon emocionalisht, të flet vetëm për problemet e tij, gjithmonë është negativ, kërkon vëmendje, sillet si viktim dhe sjell gjithmonë dyshime dhe tension, ke të drejtë të vendosish kufi dhe të thuash jo. Kjo mund të jetë aq e thjeshtë sa të thuash me qetësi jo. Nuk jam në gjendje të flas për këtë tani. Më duhet pak kohë për veten. Nuk është egoizëm, është kujdes për shpirtin tënd. Pra mësoju të thuash jo. E katra është lidhja me natyrën. Natyra është ilaç për shpirtin. Unë nuk mund ta imagjinoj veten pa dalë në natyrë. Shëtit në pyll, rri pak pran ujit, frymo thellë në ajër të pastër. Uji, sidomos është një pastrues i fuqishëm energjetik. Lumi, liqeni, deti, por dhe një banjë në vas me ujë të ngrohtë mund të të pastrojë nëse bën një jetë të qartë. Edhe toksimi, prekja e tokës me këmbë zbathur, apo thjesht të shikosh lumin ose qiellin për disa minuta të lidhin me dritën dhe tërsinë hyjnore. Unë kam fatin të kem një lum shumë afër këtu, vetëm 2 minuta larg dhe shkoj atje çdo ditë për të marrë qetësi e për të ndjerë praninë e Allahut në natyrë. Dhe mënyra e 5 dhe e fundit është mirënjohja dhe reflektimi i përditshëm. Çdo ditë ndalo për pak çaste për të reflektuar mbi të mirat që ke në jetë. Sa do të vogla qofshin, falenderoj Allahun me zemër për çdo dhunti, qoftë edhe një frymarrje të qetë, një moment paqe. Falenderoj momentin që të zgjon, një bisedë të bukur apo një shikim nga dritarja. Mirënjohja jo vetëm që të ngresh shpirtërisht, por hap edhe dyert për më shumë mirësi dhe bekime në jetën tënde. Në fund, mbaje mend, nuk je këtu për të bërë mbajtës i peshës së të tjerëve, je këtu për të ndriçuar dritën tënde dhe kjo ndriçim vjen vetëm kur energjia dhe fuqia jote është e pastër, e mbrojtur dhe në paqe me Allahun. Dhe si përfundim, mos harroni, disa lidhje kanë nevojë për distancë që drita jote të mos shuhet. Disa misione të shpirtit kërkojnë vetmi që të dëgjosh vërtet zërin e Allahut. Dhe ndonjëherë më pak komunikim me botën do të thotë më shumë lidhje me burimin e gjithçkaje, me Allahun. Faleminderit që më ndoqët, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Assalamu alaikum.